Të vjetrit e dinë se në kohë e Jugosllavisë kryeqyteti i sotëm i Malit të Zi quhej qyteti Titos, serbokratisht Titogradi, emërtim që e mbajti deri në vitin 1992. Për specialistët e historisë së vjetër, hapësira e Podgoricës ishte trulli i qyteteve ilire, Birziminium dhe Doklea, prej nga mori emrin edhe fisi i Dokleatëve. Në modet më të reja, Podgorica në vitin 1864 ishte një kaza e vilajetit të Shkodrës, kurse me vendim të Kongresit të Berlinit në kundërshtim me vullnetin e banorëve të qytetës u bë pjesë e mbretërisë së Mallit të Zi. Për një udhëtar që vinte nga Cetinja, Podgorica ishte qyteti i parë që zbardhonte me veshje tipike shqiptare. Nga Cetina ne shkon në Podgoricë, ku për herë të parë pas shqiptarët, Podgorica buiste prej tyre të gjithë në petkat e tyre kombëtare, meqense Malli i Zi ende nuk ishte filluar shtypjen e tyre. Shkruan udhëtarja e pasionuar britanike Mary Edith Ulam, lidhja shqiptare e Prizrenit të parandume që i telegrafonte fuqive të mëdha përmendte shpesh edhe padrejtinë e cedimit të Podgoricës. Në vitin 1880 banorët e kësaj qytete përmes një memorandumi zëronin kundërshtimin e tyre për të pranuar zgjedhjen e Cetinës. Është befasuese se mallazezët në këtë kohë nuk mund të numëroheshin me gishta. Banorët e Ulqinit kundërshtuan rreth cedimin, siç bën edhe ato të Podgoricës, secila në vitin 1880 kishte vetëm 30 banor mallazez, tregon Miranda Vickers, një njohëse e denjë e historisë shqiptare të shekullit të 19. 142 vite më vonë, raporti demografik në Podgoricë ka ndryshuar krye-krej. Në qytetin që dikur zbardhonte prej lart nga prisa dhe shqiptarëve, shqipja sot është thuajse pranë shuarjes së plot. Sipas shënimeve të regjistrit të vitit 2011, nga 150.977 banorë sa jetojnë brenda në qytet, pa numëruar komunat periferike të Tuzit dhe Golubovcit, vetëm 1404 janë deklaruar shqiptar, ose rreth 1% e popullatës së përgjithshme të Podgoricës.